Shumica e të zgjedhurve të popullit u prononcuan për media para se të hynin në godinën e kuvendit për seancë. Por ngjajshëm nuk veproi edhe kryeministri i dorëhequr Albin Kurti, i cili nuk i ra hiç ka gazetarët. Bile ky nuk u pa fare duke hyrë brenda në kuvend, pasi që nuk i përdori dyert nga të cilat hynë deputetët e tjerë. Vetë jo, por gjipat e zi bashkë me disa nga pjesëtarët e mbrojtjes së afërt të kryetarit të vetëvendosjes u pan tek dalja e tretë ka rruga Agim Ramadani. Të njëjtën dalje e larg syve të gazetarëve e përdorën edhe bashkëpartiakët e partnerët e koalicionit. Kur e morën sinjalin, 10 minuta pas orës 11, ja bën gati veturën e deputeti betuar Albin Kurti doli nga kuvendi. Krejt bashkë morën rrugë drejt Veranis për të bërë homazhe tek varret e dëshmorëve, Ilir Konushevcit e Hazir Malajt. Pas nderimeve, aty Kurti foli për të rënët për liri. Por as për dështimin e seancës e as për një takim të mundshëm të partive politike me ndërmjetësim të presidentes nuk e tha asnjë fjalë. Bile kur e kreu vizitën, dikush nga stafi i Kurtit pati një kërkesë për përfaqësuesit e medjave. Kolega, pa hap në rrugë po. Qele guri gojen ishte edhe pak pa hip në makinë. Kryeministra, do të përgjigjen këtë sezonin Osmane. Kur i kreu nderimet, Kurti me bashkëpunëtor u kthyen ande nga kanë ardhur.